Po pra, duke diskutuar edhe një herë për sa i përket situatës sistemit në Shqipëri, mund të elaboroni më shumë për sa i përket kësaj teme, që s'po jepet edhe aq mundësi trajnerëve të ndryshëm për të ekspozuar veten e tyre dhe dijet që kanë ose aftësinë që kanë, edhe bagazhin që kanë për të implementuar tek ekipet që ato drejtojnë. Shiko, unë mendoj që projekti kryesor që duhet ketë Federata Shqiptare e Futbollit është që sa më shpejt duhet me ndërtu trajnera profesionist me punu maksimalisht me identifiku karakteret e trajnerëve, se ti e kupton që karakteri është shumë i rëndësishëm tek njeriu. Karakteri i njeriu të bën edhe trajnerin e mirë. Në qoftë se identifikon ti, në qoftë se ti je karakteri i dopt si lider, e të pëlqen karakteret e dopta nuk munden me ndërtu futbollistat të rëndësishëm. Karakteri i fortë ndërton futbollistin e fortë. Kështu që duhet urgjentisht me ndërtu një sistem ku duhet sa më shumë me menu si me ndërtu një trajnerat zot, që mas një dekadet ta kena një trajner që është e moshë 30-35 vjeçare, moshën 45 vjeçare t'jetë gati për me pas, domethënë, kapacitetet e mjaftueshme me drejtu çdo ekip, jo vetëm në Shqipni, po pse jo edhe jashtë rojeve. Por, siç e thash, sistemi është shumë i rëndësishëm. Trajneri ka nevojë me u dhënë mundësia, me u dhënë shansi, ashtu siç ka nevojë çdo futbollist i ri me pas minutazhin e duhur, edhe trajneri ka nevojë me pas minutazhin në stol për me tregu aftësitë, se në stol tregohen aftësitë. Si e menaxhon lojën, se stërvitje sigurisht që gjithkush mund të bëjë stërvitje. Pra kjo është thjesht është strategjia që duhet me njek Federata Shqiptare e Futbollit dhe mos mi diskriminu siç janë diskriminu, se për mendimin tem trajnerët shqiptar kanë kënë persekutum në mënyrë masive. Nuk shikoj unë një trajner, unë e kam shok Ilir Dajen, e shikoj Mire Eliosën, kanë kontribu, janë rrit, janë met, por kur nuk arriten ato me pas mundësin me kontribu me kënë trajnerat kombit tyne. Por duhet me gjithmonë ato me një vetin inferior, ka shik tyne trajnerave që vinë në Shqipëri, marrin miliona, edhe largohen pas një lloj si tush interesit me ditë masë që anohë për vendin tonë. Sepse këto mendojnë që trajnerët e huaj na dojnë shumë ne, edhe vinë aty sepse neve na dashurojnë si vend, si kombë, si popull, edhe por e vërteta është që dashurojnë paret që marrin, edhe punën e ban mirë, sigurisht që kanë me përfitu më rritë edhe ato në karrierë, qose se bajnë nuk është se kanë humbur në diçka të madhe. Por kjo është domethënë, mendoj që është shumë e rëndësishme. Ndryshimi i sjelljes me trajnerat e ri, talentum dhe me karakterat mirë. Po, një small addition doja të bëja. Unë jam futbollist i Ilir Dajës, të them drejtën. Edhe kam pas fatin shumë të madh që ka qenë pjesën më kulminante të rritjes si futbollist, nga mosha 17 deri në 19. Edhe me thënë drejtën, kur i bëni krahasim për shembull trajnerëve të mparshëm, edhe shkon, domethënë si nga errësira në dritë. E bën dallimin si futbollist. Duke ditur që ti si futbollist nuk është se ke një background për sa i përket dije se cila është metoda më e mirë stërvitore, cilat janë kualitetet e trajnerit më të mirë, etj. Po duke bashkangjitur këto dy mini tema, le të themi, pjesa e trajnerit shqiptar që duhet promovuar, po edhe duhet punuar më shumë ato, unë faktikisht duke ditur që edhe licencimin e kam kryer në Shqipëri, përveç licencave të tjera në North American, Kanada etj, ose me federatet e ndryshme, opsioni i të mbajturit trajnerët aktiv. Nuk kemi federata shqiptare për shembull, nuk ka online coaching, online learning. Duhet të jetë gjithmonë
trajnerët në njohuri e sipër të marrin sa më shumë dije, sa më shumë eksperiencë, sa më shumë njohje, jo vetëm të ulen në të bëjnë atë bllokun, domethënë trajnerlikut edhe me licencën. Kjo është e para punës. E dyta, pjesa e statistikave, statistikat botërore flasin që trajneri lokal merr rezultatet më të mira me kombëtarën. Duke ditë për shembull, trajneri kur mori Italia botërorin ka qenë trajner italian, kur mori Franca botërorin ka qenë trajner francez, etc, etc. Prandaj më vjen shumë mirë që përmendët faktin e punimit të trajnerit lokal, do të punojë më shumë me të dhe t'i jepet mundësia. Sepse çfarë do të bëj trajneri me pasionin edhe me ambicje që ka për vendin e tij, nuk do ta bëj ai trajneri huaj që do vi, që nuk di as gjuhën, sa të ambientohet, sa të marrë vesh traditën, ikën ndeshje. Po në njëtën kohë ti nuk mundesh me kenë në pikë, kur jeti në pikun tanë si trajner, ti ke nevojë me të lanë mundësia, sepse njeriu për atë mundësi jeton, për atë mundësi punon. E në qovë se nuk t'jepet, sigurisht që ti largohesh me nga kjo një ditë ti ke mu largu nga ky zanat me një lloj zhgënjimit. Pse? A nuk e meritosha? Po. Se ndoshta e meritosha, përderisa nuk më ke provu, se pra ka shumë e varfër kjo mënyra si janë trajtu trajnerët shqiptarë. Vjen keq, në fatmirësisht që unë e kam provu fat trajner, por nuk e kam pas si opsion unë me do e mos duhet mu ba, ose me këte zanat unë kam me vazhdu me nërtu jetën teme. Unë kam dash me dit a jam apo nuk jam për trajner. Unë kam dash me dit a kam mundësi, Gjithashtu me a kam kontribuo. a ka mundësi me motivu një grup lojtarësh, a ka mundësi me i bon këtë lojtarët me lujt për mu. Kupton, unë nuk du me ma ble neshen presidenti, se unë s'prahnoj me ma ble neshen ti mu e unë me menu që e fitova neshen une. S'po kjo ka nollë në tregun shqiptar. Presidentat kanë fitu kampionatet në jo se kanë fitu në përmje, po sepse kanë arrit me kanë matë zot në lojnat mrapa fush blert. Po unë nuk kam menu në i herë mu ba trajner në këto nivele. E Shqipëri nuk ba është trajner. Nuk mund është mu rrit, sepse njerëzit që kontrollojnë futbolin nuk lajnë ty shansin mu rrit ty lirëshëm, me idenë tuja, me vizionin tamë. Edhe të qujnë edhe budalla, edhe të nxjerrin edhe t'japin edhe në i si tush, t'japin edhe në etiket tjetër, kupton? Por kjo është Shqipëria, mik, na vjen keq se është vendi jonë, por kena gjithmonë mundësi me u ndryshu, me rregullu gjanat. Një njeri mundet me ndryshu, si të thush, mentalitetin. Pse duhet me ndrru rregullat. Çdo gjë fillon të rregulli i lojës. Nëse i lën rregullat e lojës, domthon i lun keq, sigurisht që loja ka me shku keq. Në Shqipëri kanë një rrugën e gabume për me ndërtu futbol profesionist. Nuk ndërtohet futbolli profesionist me mentalitet amator. Me mentalitet amator ti qëndron në botën e amatorizmit, po me mentalitet profesionist ti e ke shumë të shtirë si tush me depërtu tek bota amatore e njerëzimit në Shqipëri. Edhe kjo është ajo që i ndan njerëzit pastaj, edhe të bën ndryshimin. Amatorët shkojnë mirë me amatorët, profesionistat shkojnë mirë me profesionistat. Unë nuk kam asgjë me amatorët, por nuk je nivelin profesionist, sepse unë kam jetu nivele profesionale, jam zhvillu nivele profesionale, unë kam jetu nivele super profesionale. Pse? Edhe kam kënë produkti futbollit shqiptar, por një ditë mu dha mundësia mu rrit me punu me Gjerman, mu punu me Britanik, me punu me Japonez, me punu me Francez, për me u akseptu duhet me të regu vlera, duhet me të regu që je punëtori mirë, që je serios, që je disiplinum, edhe je korrekt. Edhe këto duhet ti me i pas pjesë tonë të rëndësishme të jetës tonë, se përndryshe s'të pranon ai. Nuk pranon Gjermanin nëse ti nuk futesh në botën e Gjermanit. S'mundet me të pranu në fillim, mundesh mu gënjy, po mas 2 muajve të nxjerr skarco. Kjo është ajo që të bën ty pastaj
me vlerë profesionale, nëse arrin me mjetu, nëse arrin me kënë pjesë e rregullave të lojës. Taman, ose përfundon pastaj të tregu të bota jote këtu e kampionati shqiptar, që këtu e ke vendin shok, se ka futbollista që dalin në për Evropë dhe kthehen në Shqipni, pse këtu e kanë vendin, nuk e kanë atje ka kërkesa tjera, ka seriozitet tjetër, lloma e zhveshjes ti e din, ka 25-6 karaktere, aty duhet me fitu respektin ti, duhet me kenë i nevojshëm, nuk mund është ti me menu që i e dikushi edhe je një star i futbollit shqiptar, po bash edhe një star të një llom zhveshjes në Bundesligën 2, thona. Futesh ajo lloma zhveshjes Bundesligës 2, je vetëm. Presioni psikologjik është, domethënë, ti e kupton se kjo ka një botë që unë se njoh. E këtë botën e për me njoh duhet me më pranu këto. Qose ato së më pranojnë, unë kam u kthy te bota që njoh. Po për me më pranu duhet mu sjell si sillen ato, apo jo? Kjo është ajo që neve na pengon shumë, që ne nuk pranojmë me ndryshu. Ti duhet me ndryshu atë mënyrën se si jeton, mënyrën se si punon, mënyrën se si dënë mu rritë, sepse nuk është mënyra shqiptare, nuk është mënyra rregullt për me mrit nivelet ku kërkojmë. Shumë e drejtë, faktikisht personat që punojnë jashtëzakonisht fort, po që kanë një vazhdueshmëri, po që janë gjithmonë në ngritje, niveli tyre, gjithmonë në vendet internacionale, ku jeni ju, besoj, keni kaluar pjesë madhe të karrierës suaj në Skoci, i jepet me të vërtet vlerat të mëdha këtyre personave që janë hard workers. Për shembull, po ta marr, raste si puna ime mund të ketë shumë, trajner ose futbollist. Unë për shembull personalisht kam qenë në disa ekipe shumë të mëdha të Azisë, që konsiderohet tani Azia dhe si Europa, duke ditur që disa nga klubet janë rritur buxhetet, mentaliteti, stafi, profesionaliteti, duke filluar nga drejtori sportiv deri tek trajnerët e moshave. Ne si trajner shqiptar jemi gjithmonë në garë, për shembull, kundër trajnerëve portugez, kundër trajnerëve spanjoll, duhet të çajmë bryla. Unë për shembull në dy eksperiencët e fundit mia kam qenë i përfshirë me emra shumë të njohur në të njëjtën klub. Për shembull kemi pas drejtor sportiv Pavel Nedved. Trajneri i ekipit parë ka qenë Vitor Pereira, që është tani në Premier League. Ka Fatih Terim, futbollist shumë të njohur, ose ku kem marrë pjesë në këtë kompeticion, duke qenë kundërshtar me trajnerë si Pioli, si Blank, si Lamushi, si trajnerë nga më të mëdhenj. Çfarë duhet bëjmë ne si trajnerë, domethënë, që t'i japim kontribut. Për shembull, unë do të kisha dëshirë, edhe sërse është e nevojshme për mua, po e kam me pasion të kontribuoj për kombëtaren. Duhet qenë një asistent në grup moshat. Për shembull, licencimin e kam, jam vlerësuar pa asnjë lloj menaxheri, jam vlerësuar nga trajnerët që më njohin edhe kanë dashur gjithmonë të kem qenë pjesë e stafit të tyre. Autori i 2 librave jam, se s'do t'i bëj reklam vetes tani. Këto 2 libra që kam përfunduar në futboll. Nuk e di nëse mund t'i shikoni. Po. I kam përfunduar edhe kam qenë gjithmonë pjesë e atyre trajnerëve që duhet të lidhem me trajnerët më të mirë, kërkojmë mentor sa më të mirë, që edhe të rritem më shumë profesionalisht. Tani se duhet të bëj një shifting të vogël tek pyetja, me një nënpyetje tjetër. Çfarë do të bëj unë e para si trajner, që të shkoj, që të më jepet kjo mundësi për shembull le themi për të kontribuar në kombëtare, po edhe dyta, cila është rruga më e mirë që unë duhet të ndjek, se për shembull unë tani kam qenë në 3 lloj, jo dilemash, po rrugës që mund të ndjek. Të qenuri trajneri parë, që e kam bërë, kam qenë trajneri ekipit parë, po jo në Super League, le themi në vendet e ndryshme, në shtetet ndryshme të botës, mund të kem qenë në youth, mund të kem qenë në kategoritë pak më poshtë, kam rrugën time që mund të ndjek si trajner, kam rrugën që mund të ndjek që vetëm rri në youth sektor, sepse t'jepet më çdo mundësia nëpër Superliga etj, por rruga e të qenurit assistant coach. Duke qenë assistant coach, zgjedh një mentor të mirë, për shembull le themi Rudi Vata, është trajner shumë me rezultate shumë të larta. Nëse unë zgjedh Rudi Vatën si mentorin tim, edhe të vazhdoj. Mendoj që
mendon që mbase në një të ardhme mund të shkputem edhe krijohet profilin tim apo Jo, po shiko, janë disa trajnerë që janë në këtë lloj unë unë vorbull, edhe mendoj, nuk di se si unë më bë. mendoj Tramezani, nuk e di a man men Po, më asistentin e De Biasi, kishte një trajner si Tramezani që De Biasi, domethënë Tramezani pastaj u shkput, sot është trajner në vedi. Pse? Se vjen një moment që ti ke nevojë me u bë ti lider. Edhe nuk do me najt ti sigurisht që ke nevojë me mësu zanatin, ke nevojë me kuptu shumë gjana prej dikuj që ka më eksperiencë se ti. Po vjen momenti jo që ti e nin vedin që ti e plotësum të shti, ti e gadi. Edhe kur ti është i gadi, ti duhet me ditë që jam gadi unë me ba hapin tjetër. Unë nuk mundem me ditë se kush, po kur ti është gadi, ti duhet me pas guximin me kërku për me mrit aku ku dohet me mrit, po nuk ishe guximtar, po nuk shkove mirat dhe federatës, me thanë shiko, unë besoj të vedja, dhe nuk besoj në fjalë, po në besoj në faktet, sepse gjdo gja unë e kam të vërtetu me në vepra. Edhe në këte që unë du me demonstru, unë e kam energjin, i kam idet për me demonstru e me të regu që kam vlerat, me kanë të njerë idejnë për me i shërby futbollit shqiptar, sepse aty është zemra jote, aty është trupi jote, aty është emocionet e tuja. Si mund t'i shërbesh vendit tam, ti nuk mund është me i shërby as i vendit tjetër. Aty ku jeti, ku ke dëshirë me shku, ti shkon, po shkon sepse je pjesë e zanatit, po kur ti punon për vendin tam, vendi jot është një njësi tjetër. Edhe njerëzit djemë të ri si puna jote, kështu duhet me e pa. Unë e mendoj që ju duhet me ditë kur jeni gati, edhe me luftu fort e mos mu dorëzu, se shpesh herë kanë me ju amyll derën, ju prap me shku me trokit të dera, sepse ti ke forcën tane, ke punën tane që e ke ba, edhe të kalon ty atë forcë që ti mos mu dorëzu për para atyne që nuk janë atë forcë sa ti. Po. Kështu që por gjithse kush e ka një lloj besimit edhe specifik, besimi është gjë për mendimin tim. Po nuk besove të vetvedja, po nuk e dite kur je gati, e po pate si tush pikpytse, atëherë është duhet me lënë kohës për me mrit ti taman aty ku don me mrit. Por Po, shumë trajnerë, prandaj e mora si pikë, se janë shumë trajnerë, jo vetëm shqiptarë, le të themi edhe trajnerë të huaj, që i kemi kolegë. Trajnerët janë me qina me mia. Pyetja është taj që gjen mundësin menon duhet ti me kenë shumë kërkus, edhe mos me nalu për me arrit të qëllimi jot. Patjetër. Se për momentin që nalon, nuk ka kush me ta gjetë ty dritën, ku kërkon me pa dritën ti, që me tunez drita. Ti ke nevoj për me të lanë mundësin ti duhet me e kërku, edhe je në rrugë të marë, se si je të gabu, ti je të punu, je duke dërë djerës, ke arrit domethënë në ato nivele, jo se dikush ta kalon ty, ta ka shtru rrugën edhe ke pas gati, ke ba kilometrat e tuja, ke kalu momentet e tuja, ke pas ulljet e ngritjet e tuja, tani je plotsu, je nindi ma i formum, ti mund nuk ke edhe një sezon ma shumë me ba, prapë edhe ma shumë formoheshti, sepse çdo sezon sjell të reja, edhe situatat ndryshojnë në klub, situatat ndryshojnë me trajnerin, situatat ndryshojnë me lojtarët që vinë kanë karaktere të ndryshme, duhet menaxhim të ndryshme, ti i ke kalu këto faza, ke punu nivele me njerëz high standard si tush. Këto njerëz ty të kanë dhënë energji njerëzve të rëndësishëm, ti je rrit me energjinë e njerëzve të rëndësishëm, nuk je rrit me energjinë e njerëzve të vegjël. Ajo energjia është çdo gjë në jetë, kështu që unë mendoj që ti ke kapacitetet me bë gjëra të mira për futbollin shqiptar, edhe duhet me gjetë mënyrën tënde si me i kërkuti, se unë kam dëshirë me të ndihmu, po unë nuk kam gjë në dorë. Me kanë unë që
që kam gjanë dorë, unë të hapi derën edhe të pres, edhe sigurisht du me ditë se si e ke vizionin, si e shikon, ku e shikon vedin, edhe pastaj është jam unë ai që ty domethënë të vlerësoj, e sigurisht që çdo kush ka drejtën e vet mandena me marrë vendimarrjen si mas asaj që paraqitet. Por Shqipëria ka nevojë për djem ambicioze, me djem që kanë besim, e që kanë eksperiencën e duhur për me rrit nivelin e cilësinë e futbollit shqiptar. Faktikisht, unë personalisht kam marrë ofertë, jam kontaktuar 2 herë, njëherë kam qenë Bahrein dhe njëherë kam shkuar te federata, kemi diskutuar, po është thënë, po të kemi je kandidat potencial për një nga ekipet zinxhire, pastaj kur diskutuam prap, më ofruan, më thanë, mund të bësh rolin e trajnerit portierëve, vetëm ky është rol që është available now. Unë i thash, kjo është specifika ime dhe nuk du t'i marr hakun, domethënë le të themi, më thonë za një trajneri që e meriton atë vend. Kështu që po përsa i përket këshillave që dhat, pse e përmenda? Sepse janë shumë trajnerë, domethënë edhe si puna ime, unë për shembull punoj në Super League me U19. Ndonjëherë për shembull më jepet në kategori 2 ekipi, po nuk ka stabilitet gjithmonë. Kupton? Ndonjëherë jo se del nga tregu, po nuk është ajo kërkesa, nuk merr ofertën që ti do, edhe prandaj kam zgjedhur, domethënë, punoj një herë me U19, punoj një herë në Super League me asistent me një trajner me shumë vlera. Po gjithsesi po kërkojmë, domethënë, që të çajmë në tregun që shumë i fortë, se kanë në shtetësi shumë të larta, a kupton? Edhe vetëm me pasaport, le të themi. Po trajner portugez, spanjoll, brazilian, pastaj ke edhe ballkana si serbë, pastaj arabët që janë lokale se japin federata dhe edhe trajnerëve të tyre avantazh. Jemi gjithmonë në këto ujëra, domethënë. Kjo puna e trajnerit vjen shumë mirë që e përmendet, puna e trajnerit është gjithmonë, si thon arabët, bilistimrar, me vazhdimsi. Gjithmonë is not nothing for granted, you know? Duhet me punu gjithmonë që të rish në standardin sa më të lartë. Tema e fundit që dohet përmendja i dashur është situata me kombëtaren. Normalisht që ne s'kemi Chelsea magjik që t'i ndryshojmë gjërat, po duke analizuar disa momente për sa i përket trajnerit shqiptar, duke ditur që është dhe fusha jonë, të dy jemi trajner, po edhe ai është trajner, gjithsecili ka metodologjinë e vet e punës. Unë mendoj, faktikisht se do të hapem si temë, mendoj që kemi probleme të mëdha në aspektin e metodologjisë. Nuk është e qartë metoda jonë në lojë, çfarë kërkon, edhe kemi probleme me përgatitjen e asaj metodologjie, po gjithashtu me leximin. Se unë nuk e shikoj si një fans e lojën, se s'du të gjykoj Silvino tani, por që ata një staf, nuk është Silvino, kur flas Silvino flas i gjithë stafi i përfshirë. Dëgjova në një nga diskutimet që ishin ftuar, përmendë pjesën e paturit një psikolog. Trajneri duhet të jetë psikolog, po duhet kemi departament tani që të di, domethënë, të jetë gjithmonë të di statistikat e lojtarëve, të di se çfarë po shkon pjesa social emotional i lojtarëve, se si ti menaxhojmë, si ti motivojmë, çfarë po ndodh me karrierën e tyre. Pra janë disa boshliqe që në fund nuk na jepet ajo mundësia që të kapim ato objektivin. Nëse trajneri dhe stafi i tij, për shembull le të themi Zabaleta, po është lojtar shumë i njohur, po ai tani po mbaron le të themi UEFA Pro. A është ai gati tani për shembull për të qenë asistenti drejt i Silvinjos, për t'i dhënë këshillat si Tramezani? Shiko, dyshim. Bravo. Dakord, unë jam totalisht dakord me këtë që thu, por gjithsesi Silvinjo, ku ne jena një kom që ne shpejt rrana, shpejt mashtrona, e shpejt ndryshoj mendimin. Kupton, nuk kena stabilitet. Ku erdhi Silvinjo, i nollen ato situatat me Poloninë, me Çekin, ato golat spektakolar, domethënë nuk kishte në historinë e futbollit shqiptar që Shqipëria të lutem me 2 shtete, domethënë me nivel botnor, domethënë që janë pjesëmarrëse të rregullat të evropianit të botnorit, pavarësisht se nuk janë skuadra absolute të forta, por me pas atë lloj energjie, edhe skuadra automatikisht kishte një energji, kur ke fatin me pas këtë lloj energjie, domethënë lojtarët ishin gjithë të rritur, gjithë kishin një lloj zjarrit, edhe ishin gjithë, domethënë motorrat nezën. Edhe kjo është që neve mendum që wow, kjo është diçka spektakolare. Pastaj
me kalimin e neshjeve, po qikosh edhe neshjet e fundit të eliminatorëve, të atyne eliminatorët e Evropianit, dy neshjet e fundit me Moldavinë, me kush kanë nga një Faroe, më duket Neshjet e kanë loja ka kanë shumë e dobët, shumë pa të entuziazmin. Pastaj Evropiani shkoj si shkoj, në fund të eliminatorët conference që ishte kjo Liga Kombeve, përfundu në vendin e fundit dhe ndryshum gjithë mendimin për Silvinion, ndryshun emocionet për Silvinion, ndryshun çdo gjë ndryshoj. Edhe unë jam rrejt, me të thënë drejtën, se më pëlqete ai kombinimi brazilian me Argentinas, thoshin kanë ardhur me vizion, kanë ardhur me ambicie, por ky Zabaleta, ajo që thuti e kam shikuar unë, nuk e ka energjinë ati Zabalet, shpirtit luftarak që ishte si lojtar, nuk e shikoj atë energjinë stol të rezervave, po shikoj një Zabalet qetë, turp, rregull, domethënë nuk shikoj flak, nuk shikoj atë energjinë e latinoamerikanëve aty, por e shikoj që kanë zanë një zonë rahatie të mirë, marrin një rrogë të mirë, kanë bërë një punë që kanë justifiku gjoja, edhe normalisht kanë arrit me dalë në ato konkluzion, shiko, ju duhet me na falenderu neve, se ju atin kush ishit ju. A kupton? Kështu që plus që grupi pastaj mendoj që grupi lojtarëve ka i diçka që nuk është i motivuar për me lujt. Edhe përdesa lojtarët nuk janë të motivuar, nuk janë të gatshëm me sakrifiku për kombin, jo vetëm me sakrifiku, po me sakrifiku diçka më shumë, atëherë ti sigurisht s'keme arrit me pas edhe rezultatet që kërkohen. Metodologjia sigurisht na mundena me fol, por dëshira, zemra, pasioni, lufta sportive, është ajo që duhet me na karakterizu ne qysh minutën e parë. Pastaj taktikisht, teknikisht, gabimet që munden mu bë, ti gabbo, por luj me motorat nezën. Neve dy neshjet e fundit, edhe sasia golave që kena shënu, nuk vërtetohet që ne jena skuadër potente, edhe kena bë hapin për me mrit nivele botnore. Edhe në fundit me llogari gjanat, me statistika, mendoj që kena marrë në bazë të rezultateve që kanë pas këtë sezon futbollistat e ekipit kombëtar, mendoj që këto rezultate që kena marrë janë rezultatet reale të formës aktuale që këto kanë pas domethënë me klubet e tyne. S'mundena me rrejt, jo lun broja me Evertonin, po ka 2 vjet pa ba gol. Kupton, 2 vjet pa ba gol, ti ke lujt futboll vetë, e din vetë se çfarë do të thonë për një sulmues. Kupton? Me kalu 2 muaj, ti nuk je në rregull. Me kalu 2 vjet, po ai ka nevojë për psikologun, ka nevojë për me i ndajt afër, ka nevojë me motivu, ka nevojë me ja shfrytzu aftësitë e tina, edhe mbi gjitha ka nevojë me lujt në atë pozicion ku ai mundet me dalë te goli e mu çliru. Por trajneri i jep një pozicion që e man larg portës, edhe ati duhet shumë energji me shku për tek porta, edhe ai domethënë nuk po çlirohet. Por nëse ke një trajner që din me vendos ndryshe, mundet me fitu brojen, po duke fitu brojen, ti fiton gjithë skuadrën, më kupton? Se ti duhet një njeri që qënë te porta kundërshtarit, edhe nëse ti shikon që ke një Uzuni që lufton, e karakteristika kryesore e tij është shpirti luftarak, gara domethënë lufton për çdo top, atëherë ti duhet me kuptu që ky Uzuni duhet me lujt aty në krahun e majt. Apo jo, unë kështu e shikoj. Unë du djem që kanë zjarr e që luftojnë deri në minutë fundit. Nëse fut lojtar që nuk dojnë dojnë me najt atë zonën e rahatisë, se mos me prish modelin e flokëve, atëherë është tjetër gjë. Them të drejtën, profesor, pjesa e kreativitetit na mungon shumë. Për shembull, duke i bërë analizën, kam parë 2 ndeshje. Ndeshjen kundër Letonisë, që u mbyllën mbrapa, dhe ndeshjen kundër Ishit Faroe në Shqipëri. U mbyll mbrapa Ishit Faroe, 4-5-1, 5-4-1 low block.
nuk kishte zgjidhje kreativiteti fare, asnjë vertikalizim, nuk dim si final third, ajo quhet final third. Në Po, final pjesën e third, fundit, po, në pjesën e fundit nuk kemi kreativitet, nuk kemi rotacione, nuk po dim si të s'ka, kundër po ekipe s'ka, kompakte, sepse nuk dim. lojtari Bajrami ka kënë ndoshta në final third, ka kënë lojtari ma me kreativitet i joni. Po, Bajrami ka pas një sezon shumë të vështirë. Edhe Bajrami qysh me golin që i ka bëj Italis në Evropian minutë parë, domethënë unë kam menu që ka me pas rritje, por nuk ka pas rritje, por ka pas, domethënë Asani i mungon është një hap më javash se ka kanë, sepse lu një kampionat që nuk është i niveleve, plus që e kanë kuptu se si funksionon loja Asanit, edhe sigurisht që nëse ai luan, detyra kryesore e çdo trajnerit është mi thënë lojtarit që ka bllokoni të majtën e këtij, edhe rri afër, se Asani nuk është lojtar 1-1 i shpejt që të merr funoren edhe të krijon ty të lën mrapa. Sulmon hapësirën, ka goditjen e topit. Ajo është domthon ajo nuk ekziston më në ekipin kombëtar, sepse u eliminu goli i Asanit. Nuk ka më golat e Aslanit. Aslani po të bëhet 1-2 gola spektakular gjithashtu dhe Aslani normalisht nuk është rrit tek Interi më. Pse? Sepse minutazhi i pak që ka marrë nuk i ka lënë freski kondicionit ti fizik. Ndoshta mund të kishte luajt tek një klub rregullisht i Serie A-s, që është i nivelit Lecce, nuk e di unë, Empoli, diçka e tillë, por mund të kishte pas një lloj kondicionit fizik që mund ta kishte ndërtu, mund të kishte bë gjëra më të rëndësishme në final third, apo jo? prandaj them i dashur, këto janë ato elemente që na mungojnë, po edhe trajneri jo vetëm përgatitja e ekipit. Okej, le të themi e ka përgatitur ekipin. Leximi i lojës, vendimet që merr trajneri, stafi që është përreth, do të japin vendimet e duhura. Unë tani pse nuk po e zgjidhet këndeshën? Ku është problemi? Në final third. Do të kem lojtarë që janë kreativ, që dinë të afrojnë portës, që dinë të lëvizin, që kanë një kundër njëshin, e kanë si atribut. Jo futet Seferin tani edhe të vrapoj para mbrapa dhe do të bëj gol. Seferi, nëse e detyra mbrojtëse s'bën dot gol. Ti thu ktheu para mbrapa, si mund të bëj gol ai? Ndryshimi për shembull between winger un kam dëshirë që të shoh një trajner shqiptar për me bë ndryshim, me pa diferencën me to trajnerët e huaj. Du të shoh ty që të merrsh ti vendime, që të kritikoj ndoshta edhe ty, ose të përgëzoj ty për atë që të më. Prandaj na është i bukur futbolli, sepse ne kena gjithë idet, por ne dona ndryshimin tani, edhe dona trajnerin shqiptar, dona njeriu ton me vu aty, o me mbështet, ose me largu nëse për me lanë shansin tjetër në tjetër derisa dalim të formula jon, edhe të ndërtojmë buken ton, se edhe na dina me ndërtu buken ton. Shumë i qartë. Edhe unë, domethënë, nuk është se kam vrejtje për Silvinë, për sa i përket rezultate, se rezultatet janë të treja atje. Po në momentin që ne i marrim këto iniciativat dhe unë ndeshjem, gjithë jemi të kënaqur. Për shembull me Letonin, nëse ne do rrezikonim. Okej, e humbëm ndeshjen, ndodh, it's totally fine. Ekipi është kompakt, me një kontrasul, shënon ose me një set pieces, me një corner, ndodh. Ama një ekip 4-5-1 është komplet mbrapa dhe ti s'di si ta sulmosh, këtu është problemi i madh. Gjithsesi, të falenderoj shumë i dashur për kohën tënde dhe për këshillat e tuaja. Më pëlqen energjia jote, lufto fort, kërko atë që meriton, edhe Zoti ka me dhënë atë që të takon. Amin. Edhe shumë falenderoj për këshillat e vjora, sepse jam i sigurt që shumë do përfitojnë, po inshallah në javë të ardhshme mund të kemi një intervistë në anglisht, sepse kam shumë shikues, domethënë internacional, edhe rrethin që mund ndjekin, i përfitojnë shumë që do të bëjmë një intervistë në anglisht. Sukses e mik. Të gjatë mirë. Zoti të rrit, me të mira. Edhe ju.